Në historinë e popullit shqiptar ka shumë faqe të mbushura me gjak, qëndresë dhe krenari. Por pak prej tyre janë aq prekse, aq rënqethëse sa ajo që ndodhi me 16 qershor të vitit 1478. Në një vend të quajtur Shkëmbi i Vajës, në veri të qytetit të Krujës. Çfarë ndodhi atë ditë tragjike, cili ishte veprimi që bëri që ky shkëmb të shkruhej në përjetësi? Atë ditë në luginën e thellë, ku sot rrjedhi qetë përroj i Drojës, ndodhi një tragjedi e madhe, por një herazi, një akt heroik që do të skalitej përjetësisht në kujtesën e kombit. Nëse vlerësoni historinë tonë dhe dëshironi që këto rrëfime të mos mbeten në harres, atëherë shtypni butonin e pëlqimit dhe abonohuni në kanalin tonë Histori Epike. Kështu na ndihmoni të sjellim edhe më shumë tregime për trimërinë, sakrificën dhe lavdinë e kombit tonë. 90 vasha krutane në kulmin e rrethimit të 4 të Krujës, kur gjithçka po digjej nga mbrapa dhe gjithçka po binte për parafuqisë të mërshme osmane, zgjodhen të mos dorëzohen. Të mos bie në duart e armikut, të mos bëhen skllave, të mos dhunohen, të mos përdhosin emrin e familjes, të fisit e të vendit të tyre. Në vend të kësaj, ato zgjodhen lirinë për të jetës. 10 vjet pas vdekjes së Gjergj Kastriotit Skënderbeut, shqiptarët kishin mbetur pa udhëheqësin e tyre më të madh. Trimëria dhe strategjia e tij e kishin mbajtur Kalan e Krujës të pamposhtur në 3 rrethime të mëparshme, por hera e 4 ishte ndryshe. Në krye të shqiptarëve tashmë ishte Lek Dugagjini, një princ i fuqishëm, por i gjendur përballë një armiku të egërsuar dhe një perandorie në kulmin e saj. Sultan Mehmeti i II, pushtuesi i famshëm i Konstantinopolës, vendosi që Kruja duhej të binte me çdo kusht. Kruja ishte simboli i rebelimit shqiptar, simboli i pamposhtjes, dhe mposhtja e saj do t'i hapte rrugën perandorisë drejt Adriatikut. Nga fillimi i vitit 1477, rrethimi nisi me një egërsi të papar. Osmanët bllokuan çdo furnizim, brenda mureve krutanët hëngrën gjithçka, deri tek qent e macet. Uria gërryente trupin, por jo shpirtin. Venedikasit u përpoqën të ndihmojnë me mbi 10.000 ushtar, por forcat osmane të komanduara nga Ahmed Beu i mundën ata. Kur lajmi se vetë sultani kishte ardhur në Krujë u përhap mes mureve të kalas, shpresa u shua. Garnizoni u dorëzua me premtimin se do të lihej i padëmtuar. Por ai premtim ishte mashtrim. Burrat u masakruan, gratë dhe vajzat u morën si plaçk lufte. Në këtë kaos, në këtë errësirë mizore, një dritë shprese lindi, në formën e një sakrifice sublime. Më 16 qershor, me njëherë pas rënjes së kalas së Krujës, një grup prej 90 vajzash dhe grash krutane, të reja në mosh por të stërvjetra në shpirt, e kuptuan se rruga që i priste nuk kishte më nder, nuk kishte dinjitet, nuk kishte më jetë. Në vend që të robëroheshin, ato u ngritën, nuk zgjodhen heshtjen, as frikën. Kapën dorën e njëra tjetrës, veshën rrobat më të bukura, këngën e diellit e kënduan për herë të fundit dhe duke hedhur valle u drejtuan ka gremina. Më mirë vdekje se sa turp, më mirë të jemi të lira në përjetësi se sa të gjalla në robëri, dhe u hodhën njëra pas tjetrës. Një akt që ngriu vet ajrin, një akt që i bëri edhe perandorit të ndaleshin e të mendonin. Aty ku ato u hodhën, në një thellësi prej 200 metrash, përroj mori emrin Përroj i Vajës dhe Shkëmbi i Vajës apo Vajtimit.
një emër, një kujtim, një flamur i dhimbjes. Për shekuj me radhë banorët e Krujës u mblodhen çdo vit në atë vend, vajtonin, luteshin, nderonin. Gratë e asaj toke nuk i harruan kurrë motrat e tyre. Vajzat e asaj epoke i morën ato si shembull dhe burrat që mbijetuan e kthyen dhimbjen në hakmarrje e rezistencë. Sot në atë vend gjendet një pllakë përkujtimore, por edhe pa të, shpirti i tyre është në çdo gur, në çdo përrua, në çdo erë që fryn mbi malin e Krujës. Sipas shkrimtarit Baki Dollma, ato vajza nuk ishin vetëm viktima, por edhe luftëtare. Gjatë ditës hidhnin gur, mbanin armë, luftonin ball për ball me ushtarët osman. Gjatë natës strehoheshin në një kasolle pranë shkëmbit të vajës, aty ku më vonë do të gjenin përjetësinë. Nuk e pranuan kurrë humbjen. Edhe në momentet më të errëta, ato mbajtën gjallë zjarrin e rezistencës shqiptare. Sot kryka e vajës është më shumë se një formacion gjeologjik. Është një vend i shenjtë, një vend që flet, një vend që çan. E gjatë mbi 1 kilometër, e thellë mbi 200 metra, me shpate gati vertikale, është një monument natyror i dhëmbjes dhe guximit. Me guva karstike, shpella dhe burime ujë të kristalt, ky vend është një muzej gjallë i sakrificës shqiptare. Ndoshta, historia e 90 vajzave të Krujës është vetëm një legjendë për disa, por për shqiptarët, ajo është një e vërtet më e fortë se çdo dokument. Sepse në atë akt jeton shpirti i një populli që më mirë zgjedh vdekjen se sa poshtërimin. Në atë akt jeton nëna shqiptare, motra shqiptare, vajza shqiptare, që edhe sot përballen me sfida, por nuk përkulen. Le ta kujtojmë këtë histori, le ta përcjellim brez pas brezi, le ta vizitojmë shkëmbin e vajës, të ndalemi për një çast, të dëgjojmë erën, sepse aty, mes gurëve e drithmave, ndoshta ende dëgjohet kënga e fundit e atyre vajzave. Diell, mos na lër në errësirë. Nderim për jetë për 90 vajzat krutane, nderim për çdo flijim për liri, nderim për Krujën dhe për çdo gur që mban kujtimin e të rënave. Shkëmbi ku ran 90 vajzat nuk është thjesht gur, është dëshmi e shpirtit të pamposhtur shqiptar, i cili më parë vdes se sa nënshtrohet. Nëse kjo histori ju preku, ndajeni mendimin tuaj në komente. Çfarë ndjesie ju la ky rrëfim? A njihni histori të tjera që meritojnë të tregohen? Mos harroni të pëlqeni videon dhe të abonoheni në kanal, sepse bashkë do ta mbajmë gjallë kujtesën tonë kombëtare.